metabolizmin. Dhe unë kam rënë pre ujit me limon. Sepse faktikisht dhe më pëlqen, domethënë kur zgjohem në mëngjes pi një gotë ujë, më duket sikur dhe realisht të zgjohen, sepse ka limoni pavarësisht se në ka sheqer. Po, jo, po është në sasi shumë të vogël, se sa limon do t'i fusësh një gotë, domethënë pak limon, ta jep pak atë efektin e zimit, sepse është acide dhe stomaku reagon, domethënë nga kontakti me këtë lloj molekule. Por që të ketë efekt edhe për nxitjen e metabolizmit, se zakonisht thuhet ta nxit metabolizmin, fatkeqësisht është e vërtetë, sidomos uji i vakët, se zakonisht bëhet për shembull uji i vakët me pak limon. Nuk është e vërtetë sepse nuk ka asnjë gjë ke limoni që të ta nxjisë metabolizmin dhe pak vitaminë C që ka degradohet nga nxehtësia e ujit të vakët, kështu që por është diçka shumë e mirë, hidratimi në mëngjes. Unë e këshilloj për shembull dhe personave që nuk pinë shumë ujë gjatë ditës. Unë personalisht nuk pi ujë gjatë ditës, se kam pak problem. Gjithashtu. Dhe është një gjë e mirë që ti ta fusësh në rutinën tënde, sepse që aty nis me hidratimin dhe më tepër se sa zgjimi i limonit, ndërzimi një gotë ujë në mëngjes, domethënë nesër që të bën shumë mirë. Por të krijon atë efektin sepse të mbush stomakun dhe duket sikur ndoshta ha dhe më pak mëngjes, edhe kjo mund të ndikojë deri diku. Ja,